Lulzim Aliu nuk do të ushtrojë më funksionin e zëvendës ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Dorëheqjen e tij ai ka dorëzuar sot kryeministrit Hristian Mickovski. Lajmin e ka bërë të ditur vet Aliu duke publikuar dokumentin e dorëheqjes. Në reagimin e tij, ai thekson se me këtë vendim po përmbyll një kapitull të rëndësishëm të angazhimit të tij profesional në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Këtë post Aliu e ka mbajtur për herë të dytë, ndërsa në këtë rast ka shprehur falënderime për Partinë Alternativa dhe drejtuesit e saj për besimin e dhënë ndër vite. Përmbyll një kapitull të punës sime në detyrën e zëvendësit të ministrit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, në atë që i dorëzova kryetarit të qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickovski. Falenderoj për besimin dhe mbështetjen për të kryer këtë detyrë për herë të dytë Partinë Alternativa, kryetarin e saj Zotri Bekim Sali dhe kryetarët e parapraka Afrim Gashi dhe Zeqiria Ibrahimi. Deri më tani nuk ka informacione zyrtare mbi arsyet e dorëheqjes as për hapat e ardhshëm politik e ato profesional të ish zëvendës ministrit të Arsimit dhe Shkencës Lulzim Aliu.